Kryeministri Edi Rama ka ndarë mëngjesin e ditës së sotme me pamje të Sarandës, të cilën e cilëson si magjike. Në një video të publikuar në rrjetet sociale shfaqet një pamje mbreslënse e qytetit bregdetar, ku bie në sy një kroqer turistike në afërsi të portit. Saranda magjike, shkruan Rama krahas videos që ofron një panoramë të qartë të detit jon dhe vizë bregdetare të qytetit jugor. Saranda, një nga destinacionet më të preferuara turistike të Shqipërisë, mirëpret çdo vit mira vizitor vendas dhe të huaj, me ujërat e kristalta, trashëgiminë historike dhe klimën mesdhetare. Qyteti ofron një kombinim të përsosur për pushime relaksuese. Ajo shquhet për vende të rejse si Kaleja e Lëkursit, Manastiri 40 Shenjtorëve, Parku Kombëtar i Butrintit, si dhe plazhet e shumta merër të bardhë dhe ujë të pastër. Porti i Sarandës është gjithashtu një nga portet kryesore në vend. Saranda është ndruar vitet e fundit në një stacion për turizmin kroqeristik në vend, duke pritur anije luksoze nga e gjithë bota, të cilat sjellin mira turistë për vizita një ditore në qytet dhe atraksionet përreth. Qeveria shqiptare po vjon investimet për përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe promovimin e Shqipërisë si një destinacion turistik mesdhetar i qëndrueshëm.